është një emocion i veçantë. Nga goja të ditë për asë një gjë në botë. Më vjen mirë që i shoh të gjithë miqtë e mi, edhe ata virtual që me vërtet njihemi nëpërmjet shkrimeve. Dua të uroj të gjithë ata që po të mundur, organizatorët që po të mundur këtë festë kaq të bukur, këtë 25 fillon. Unë ndërkohë dua ta zgjas më shumë, po dua të lexoj një dy vargje vetëm për këtë ditë sot. Të më lejoni. Falem se më rrugoj sytet, po të përpiqem. Me Maun Mërgjitari, miqtë e mi të letrave, sot varëm po më flet. Kjo ditë e shënuar na mblodhi si kur flet. Na mblodhi si kur flet, ky përvjetor i art. Të gjithë ne që nisim, adheu në kartë. Adheu në kartë e ngrejmë të shpinë, me diell të art, me gjuhën si dritë, si shkruan shqiptari, me shpirt e me lotë me Maun Mërgjitari. Me Maun Mërgjitari, erdha që t'ju them, pak që ju kemi gjenë, gjithmonë do t'jem bi Skënderbeu, se s'ka largësi që ndan nga dheur, s'ka det që në ndan, as qiell që në fshet, sa herë flasim shqip, jemi në vet. Adheu nuk matet me hapa, as kilometra, por me rrahjet e zemrës që shkruhen në letra. Faleminderit. Bravo, Jana!